Mbi 5 kg lëndë narkotike, mes tyre rreth 3 kg kokainë dhe 2 kg heroin janë sekuestruar në kuadër të një operacioni antidrog në Tiranë. Në pranga kanë përfunduar Mirland Herri dhe Luftim Hoxha, të cilat dyshohet se ishin furnizues të rëndësishëm të drograve të forta dhe shpërndarësit në zonën e Kamzës. Sipas burimeve, hetimi ndaj dy të arrestuarve kishte nisur rreth 2 muaj më parë nga antidroga e Tiranës, pas informacioneve për aktivitetin e tyre të dyshuar kriminal. Hetuesit dyshojnë se sasia e drogës ishte siguruar në zonën e institutit. Në ditën e finalizimit të operacionit, policia kishte informacione se dy të arrestuarit do ta transportonin lëndën narkotike drejt duesit me qëllim për ndarjen e saj në doza më të vogla. Burimet bëjnë me dije se hetimet nuk janë mbyllur me arrestimin e dy personave. Policia e Tiranës po verifikon edhe aktivitetin e një grupi kriminal në zonën e Sukthit, i cili dyshohet se kishte lidhje dhe bashkëpunonte me të arrestuarit. Operacioni konsiderohet pjesë e një serie goditjesh të ndërmarra nga strukturat antidrogës kundër rrjeteve të shpërndarjes së narkotikëve. Në muajin qershor, në një tjetër operacion policia sekuestroi 2 kg kokainë dhe 1 kg heroin, duke goditur persona të dyshuar si furnizues të rëndësishëm në tregun e drogës. Hetimet vijojnë për të zbartur të gjithë rrjetin e furnizimit dhe shpërndarjes së lëndëve narkotike, si dhe për të identifikuar persona të tjerë që mund të jenë të përfshirë.